që krijon dasi, por si një deklarat e përbashkët, e pretendimi përbashkët identiteti, jo si një listë politikash, por si një përgjërim i thellë për përkatësi, jo si një grup e grumbull detyra shtëpie, por si një fat i bashkëndar. Jap se është kaq kënaqësi që fushata u përqendrua te këto fjalë. Europë, identitet, përkatësi, e identitet fitoi më shumë se 52% të votave. Për mikun tim të dashur këtu, Kier, ishte një rezultat mjaft i ngjashëm në referendumin e Brexitit, por me role të përmbysura. 52% për ne për të mbetur, apo në rastin ton për të bashkuar. Po aty ku nuk ishte krahasim, ishte 48% dëshim mbetur i votuesve. Ata nuk janë euroskeptik, jo, janë thjesht euro-optimist të pa informuar, të cilët mendojnë që duhet isha shkarkuar me që nuk ja dola Shqipërinë me BE-n shumë kohë më parë. Por në fakt, nuk është ky argumenti im. Ideja e Europës së Bashkuar është në mënyrë paradoksale e lashtë edhe krejtere. Një prej kampionëve të saj ka qenë një francez në shekullin e 18, abati i Shën Pietrit. Në hirin e traktatit Utrechtit pas vitesh luftë, ai parashikoi bashkimin e shteteve europiane, një vizion kurajoz, idealist i paqes përhershme. Projekti i tij përfshinte edhe bashkëpunimin me Rusinë, si edhe me Ballkanin dhe shtetet e Mesdheut, që aso kohë ishin nën sundimin osman. Kështu që ma hamendja që për abatin vizionar, Turqia e sotme do të ishte po kështu një partner i domosdoshëm në një bashkim paqeje të përhershme. Por sigurisht, projekti dështoi, u vra nga interesa pa peshë e kapriço të vogla, siç do ta thoshte Volteri, e u gëlltit nga frika që ka mbajtur për kaq kohë peng Europën. Edhe sot, miti i Europës vazhdon të jetë i pranishëm dhe i ngjan Europës së mbledhur këtu sot në mënyrë të frikshme ka qenë goditse. Ëndra e paqes përhershme është zëvendësuar nga makthi i luftës përhershëm. Në vend të këmbanave të paqes dëgjojmë taullet e luftës. E ka një ndjesi të prekshme sikur mungon fryma, ndërkohë që përballemi me forcat që kërcënojnë vetë themelet e Europës, agresioni i jashtëm, fragmentimi i brendshëm.